Ja, çfarë i ndodh trupit tuaj nëse nuk i lani aq sa duhet çarçafët që flini gjumë, flasin ekspertët. Një pjesë e konsiderueshme e jetës sonë kalohet në gjumë, afërsisht 1/3 e saj. Kështu, orë të tëra në gjumë bishtrat mbi çarçafët tonë së bashku edhe mbi pastërtitë, copëzat e lëkurës ose flokët e grumbulluar gjatë natës, kjo video do t'ju bindë që të bëni edhe zgjedhje të duhura. Së pari, kujdesi për klëfët dhe çarçafët të lajë në temperaturë të lartë dhe të ndërrohen së paku një herë në javë. Nëse nuk i ndërroni çarçafët, do të shpërthejë edhe problemet irrituese të lëkurës. Nëse keni vënë re se përkeqësohet lëkura e fytyrës, shanset janë që jastëku t'i ketë papastërtitë e larta dhe çarçafi të ndikojë gjithashtu në krijimin e tyre. Do të keni lëkurë të irrituar të kokës. Lagështia trupore në çarçaf mund të irritojë lëkurën jo vetëm të trupit, por edhe të kokës. Mund të krijojë alergji dhe gjithashtu infeksione të syve.